Operacioni lirë që i kushtoi jetën sipërmarrësi italian des në QST pas ngushtimit të stomakut në spital. Një sipërmarrës italian, 54 vjeçar, nga Campo San Piero humbi jetën në muajin dhjetor në QST në Tiranë pasi kishte kryer një ndërhyrje për ngushtimin e stomakut në Trita Hospital. Sipas mediave italiane, fillimisht 54 vjeçari Massimo Ferro kishte kontaktuar një klinik në Milano ku i propozuan një udhëtim për në Tiranë për të kryer ndërhyrjen me një të tretën e çmimit që do të paguante në Itali. Pas ndërhyrjes në klinikën private në Tiranë, 54 vjeçari shfaqi probleme shëndetësore dhe u dërgua në qendrën spitalore universitare ku ndroi jetë në 22 dhjetor. Për të hedhur dritë mbi ngjarjen, prokurori i Padovës, Andrea Ghirlando, mori si të dyshuar kirurgun Andrea Formiga, i cili punon për klinikën, dhe dietologen Alexandra Freda, të dy nga Lombardia. Hetimet zbuluan se në muajin dhjetor, 54 vjeçari Massimo Ferro kishte kontaktuar me kirurgun përmes WhatsAppit, ku ishin dhënë informacionet, kostot dhe udhëzimet logjistike. Çmimi i operacionit në Tiranë ishte 4.400 euro, shumë i ulët krahasuar me rreth 15.000 euro që kërkoheshin në Itali. Sipas denoncimit familjarëve të viktimës, si nga procedurat e parashikuara nga udhëzimet italiane dhe ndërkombëtare për kirurgjinë e obezitetit, nuk ishte respektuar, nuk ishte trajnim dietik paraprak, as vlerësim multidisiplinar, as përgatitje specifike para operacionit. I vetmi udhëzim ishte që natën para operacionit të mos konsumonte asgjë. Pavarësisht se 54 vjeçari ishte me diabet tipi 2 dhe peshonte 108 kg, testet para operatore u kryen vetëm një ditë para ndërhyrjes në Tiranë. Kirurgu italian Andrea Formiga, i cili operoi sipërmarrësin, 54 vjeçar, bashkëpunon me qendrën spitalore Trita Hospital në Shqipëri prej disa vitesh. Në një video publikuar në faqen zyrtare të Trita Hospital, shkruhet se pacientët e quajnë doktori i mrekullive. Përveç Shqipërisë, kirurgu Formiga është aktiv edhe në Liguria dhe në pjesë të tjera të Italisë. Ai vinte në Tiranë 1 ose 2 herë në muaj për të kryer ndërhyrje në qendrën shëndetësore Trita Hospital.